Vazhdon aksioni humanitar për furnizimin me ushqime për fshatrat e izoluara të Karadakut. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi së bashku me disa pjesëtar të ARM-s sot personalisht doli dhe i shpërndau ndihmat me ushqime dhe ilaçe për fshatrat Goshin, Lluka, Runic, Allashet, Brezë dhe Tanush. Besimi pas udhëtimit me helikopter tha se ndihmat humanitare do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Isha dhe personalisht me ekipin e Armatës Republikës Maqedonisë në fshatrat e Macisë së Likovës, që të ndajmë ndihmat që kanë të bëjnë me ushqimin dhe barnat për popullatën të cilën në këtë kohrat klimatike dimrore nuk arrin që të lëvizin jashtë vëmbanimeve të tyre. Patë mundësi drejt përveç aktivitetet që bën Armata e Republikës Maqedonisë dhe është një mundësi e mirë që qeveria koordinon këto aktivitete që të mundemi në mënyrë më efikase të japim kontributin tonë për qytetarët e Maqedonisë. Ndërkohë teksa vazhdon dërgimi i ndihmave përmes rrugës ajrore nga qendra për menaxhimin e krizave thonë se po bëjnë të pamundurën për zhbllokimin e fshatrave të bllokuar. Qendra për menaxhim e krizave do të koordinojë këto aksione, këto intervenime që bëhen nga ana e Armatës së Republikës Maqedonisë dhe nga subjektet tjera të kyçuara në këtë aksion. Gjithashtu në mbledhjen e mbajtur vendos që Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim të angazhojë mekanizma ndërtimor për pastrimin e akseve rrugore në përputhje me nevojat që u identifikuan në takimin e sotshëm. Ministria e Mbrojtjes përveç helikopterëve të dërguar në fshatrat e Karadakut, ekipe humanitare me ushqime sot dërgoi edhe për zonat e Mariovës dhe Kriva Pallankës.